Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 5, data 5 qershor 2026, kemi një ditë mjaft të rëndësishme ku një trekëndësh që formon Plutoni me Mërkurin, ku na jep mundësinë dhe kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në fushën e karrierës dhe jo vetëm. Përfitojnë shumë shenjat e ujit, shenjat e tokës. Shenjat e tokës ku kanë edhe mundësinë, edhe shansin për të zgjidhur çështjet problematike. Gjithashtu janë dhe shenjat e ajrit, sidomos dhjediçi i parë dhe dhjediçi i tretë. Prandaj janë dhe disa ndikime mjaft të mira në lidhje me çështjet që kanë bënë lidhje me ekonominë, lidhje me stabilizimin, lidhje me vendimin dhe jo vetëm, sepse ka disa gjëra shumë të rëndësishme financiare, lidhje me biznesin, në lidhje dhe me çështjet e karrierave. Se në lidhje me karrierë ka pasur probleme pak a shumë tani për tani, në lidhje me një çështje që keni pasur para disa kohëve duhet t'i zgjidhni pikërisht sot, sepse është një periudhë mjaft e mirë dhe mjaft ndikuese në jetën tuaj. Para se filloj tani me parashkimin e kësaj dite, është shumë e rëndësishme të thosha, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes, shkoni tek sekretaria, pastaj aty mund të dërgoni emailin tuaj dhe flasin bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe pastaj jeni gati të dërgoni mesazhin edhe të merrni drejt për së drejt përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, fillojmë me shenjën e dashit. Por juve të shenjës së dashit duket se ka diçka shumë të rëndësishme tani e tutje, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për 1000 arsye, sepse juve i keni të gjitha mundësitë edhe mund të arrini majat në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me disa çështje vendimtare që do të keni tani e tutje juve, sepse i keni edhe si çështje si mundësi, por edhe si kohë për sa i përket gjërave që doni të bëni ose të rregulloni. Meqense kjo është një periudhë mjaft ndikuese dhe mjaft rregulluese për punën, për karrierën dhe ndryshimet e tjera që do vinë tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak të dhjediçit parë dhe me akrep është diçka interesante, me akrep sidomos sepse lidhni është një punë shumë e rëndësishme dhe një vazhdimsi e ardhë në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për shenja e demit duket se tani e tutje e ka mundësinë, ka dhe momentin e duhur, për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me vendime që do të marrin, edhe pse do ketë lëvizje vendi punës, por është në të mirën e demit, për arsye të kohës edhe të gjërave që do të kenë tani e tutje. Por në çështjet shpirtërore është një moment mjaft i mirë, tepër pozitiv, sepse zgjidhin çështjet e pazgjidhura. Momenti që është tani, koha që është tani, i keni të gjitha mundësitë dhe për të zgjidhur gjithçka në detaj, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me brisjap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët duket se kanë të gjithë gjërat i kanë në dorë për të bërë zgjedhjen e tyre, për të bërë anën ekonomike financiare, për të zgjidhur disa probleme të mbartura nga e kaluara. Binjakët gjithmonë zgjidhin probleme të pazgjidhshme, sado të vështira janë, por dinë shumë mirë se si funksionon dhe është koha, momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi për gjërat që doni të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresht të dhjediçit parë, me shigjetarët e dhjediçit të tretë është perfektja, edhe pse tani në këtë periudhë e keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problemin apo disa probleme të vogla që keni pasur në të kaluarën, e keni mundësinë tani. Çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë ja arrini qëllimin për gjithçka ju intereson, edhe mundësitë të tjera që do të keni tani tutje, është momenti juaj. Ana shpirtërore ka një diçka shumë të mirë, sepse me peshkun juve keni mundësinë ose keni një ndarë, për shembull, jeni ndarë para disa kohëve, duket se bashkoheni tani tutje.
Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet duket se tani e tutje janë në rrugë të mbarë, sepse i kanë gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, në stabilizime, në mundësinë e artë që ata kanë, sepse është një moment mjaft i mirë tani, është një moment që çdo gjë e zgjidhin me kujdes dhe kjo zgjidhje bën gjëra që paprit mas mund ndodhin diçka e madhe, paprit se mund të realizojnë gjëra të parealizueshme dhe është kjo periudhë tani, është ky moment tani që të keni gjitha mundësitë për zgjidhur anën pozitive ju e keni dhe mundësitë e tjera do të keni tani tutje. Disa ndryshime janë ndryshime pozitive, janë ndryshime që do të keni mundësinë gjithmonë gaforja ka një ndikim shumë të mirë në ekonomi dhe në punë. Një rritje në detyrë, është e mundur kjo të ndodhi, ose do prisni diçka lidhe me shtetin, faktin se keni aplikuar, ku diun, është një ditë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetarët e ditës së parë, me britsap është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Për luanët duket se tani për tani keni gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në gjërat e mëdha që keni, sepse është një mundësi pikërisht tani. Është kjo kohë, është ky momenti i duhur, do thosha unë, mbi zgjidhje të problematikave që keni. Është një mundësi shumë e mirë gjithashtu për sa përket një takim pune që do ta bëni dhe kjo do thotë një zgjidhje një herë e mirë për problemet që keni pasur me punën tuaj, por dhe një takim me persona të tretë është e mundur të realizohet në lidhje me disa bisedime që do bëhen nga dreka, do kenë fytyrët e veta se do thonë ekonomi, do thotë disa para ta marrë do t'i merrni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me luan të ditës të tretë, është një mundësi shumë e mirë për vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëresha duket se kanë pasur mundësinë, kanë kohën e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet që ata kanë, është një mundësi shumë e mirë tani për ekonominë dhe për ndryshimin e madh që vjen tani e tutje dhe nuk është se ka diçka një problem i madh, të thomi se çfarë mund të bëhet, por në anën tjetër keni mundësinë sepse virgjëreshat dinë shumë mirë çfarë bëjnë, dinë shumë mirë ku do të shkojnë, apo zgjidhjen e problematikave të tyre. Kjo është periudhë shumë e mirë, është periudhë që vërtet merr zgjedhjen e vet në anën e tyre, por edhe momentin që keni. Në fushën e dashurisë, duket se zgjidhja është e juaja, duke pasur parasysh virgjëreshat dhe ditët e parë kanë një mundësi në ekonomi ku do të zgjidhin një problem shumë të madh, një problem të mbartur nga koha për shkak të çështjeve që kanë bëjnë, është komunikimi, është baza dhe ndryshimi, nuk është puna se ka të bëjë me një çështje që nuk zgjidhet ose problem që keni pasur para disa kohëve, duket se e zgjidhni tani. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjakët e ditës së parë, me akret të ditës së tretë është perfekta, edhe pse keni pasur një problem tani në këtë periudhë, por këto janë probleme të kaluara, nuk është problemi që nuk e zgjidhni problem, ose diçka tjetër që mund keni pasur përpara. Në anën e dashurisë, duket se ka të bëjë shumë me dëm të ditës së parë dhe me britsap të ditës së tretë është perfekta. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë peshorja. Për sa përket peshorët duket se ka një diçka mes gjërave të mëdha që do të keni në lidhje me ekonominë, do të keni në lidhje me vendime që do të merrni, por meqense ka një çështje pune, me punën bëhet fjalë, por kjo do të ngelet paradite, përse keni mundësinë ju ta rregulloni sidoqoftë është koha juaj, është momenti mjaft i mirë dhe pozitiv për anën ekonomike, për financat, për ndryshimin e madh që keni, të ndryshimet po, duke ndryshime rutinë po. Nuk prishet ajo çka keni juve sepse është momenti i duhur për zgjidhur problematikat. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetarët e ditës së parë, me gaforet e ditës së tretë, është koha më e mirë e mundshme sepse jetojmë në kohë moderne çenëm, por meqense peshorët e kanë një mundësi plus në zgjidhje të anës ekonomike, por në dashurinë jeni pak fajtor. Mundoni ta rregulloni se keni lënë pak pasdore, sidomos me dashët e ditës së parë, me binjakët e ditës së tretë, ka diçka për të rregulluar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për sa përket akrepët duket se sado që lodhen, po lodhen e kënaqshme në fund sepse juve do ta zgjidhni vetë çështjet që ka të bëjnë me punën ose ka të bëjnë me karrierën sidomos,
Edhe është një moment tani, ky moment është momenti më i mirë për arsye të ekonomisë ose të gjërave që doni të bëni. Akrepët kanë mundësinë, kanë kohën e duhur të vitit parë, se do të zgjidhin një problem, një ngërç që kanë pasur para disa kohëve, një takim që ata do ta bëjnë, nuk e diskutoj unë për arsye të punës së tyre, dhe është mundësia tani, është koha e duhur për zgjidhje të problematikave edhe të çështjeve që ata kanë. Por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me dëmt të vitit parë, ujor të vitit tetë është perfektja, por pak vëmendje do të bëni me edicionin e parë të shenjës së peshqeve, sepse mund keni disa debate, por janë kalimtare për momente, sepse akrepët kanë një mundësi të tillë që duhet t'i zgjidhin një herë e mirë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, megjithëse shigjetarët duket se ana ekonomike, bizneset, karriera, ndryshimet e mëdha që do të kenë tani tutje, janë ndryshime të mëdha për ekonominë dhe për stabilizimin. Marrin një vendim shumë të rëndësishëm për punën dhe për gjërat që do të ndikojnë. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse juve keni nis një punë dhe nuk doni që atë ta betisni dhe të ketë suksesin brenda. Është e mundur, po, është e mundur që gjërat të zgjidhni në anën më të mirë të mundshme, për sa i përket kohës dhe mundësive. Është një mundësi që janë shumë të mira, edhe koha është koha e pjekurisë dhe e gjërave të mëdha që do të keni. Gjithashtu ka të bëjnë me çështjet madhore, financiare, në lidhje me një biznes shumë të madh që keni ndërmend ta bëni, por mund të bini pas tani tutje, sepse edhe koha tregon që jeni me fat, por megjithatë juve jeni në kohën tuaj edhe mundësi të ardhi që do të keni. Një takim që ta bëni nga dreka do jetë shumë fitim për urës, prandaj bini pas, shikojeni në detaje çfarë mund bëni, sepse jeni në anën tuaj dhe jo vetëm. Shqiptarët gjithmonë kanë qenë dhe janë ndikimi më i mirë i mundshëm në ekonomi. Në dashuri duket se me peshkë dhe me vigje është shidalja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricave. Për sa përket bricave duket se tani për tani është momenti dhe periudha e duhur për sa përket një zgjidhjeje afatgjatë, do ta thosh unë, për ekonominë, afatgjatë për gjëra që do të keni tani tutje në çdo lloj fushë, por vazhdimësia, korrektësia, puna, karriera që do të keni tani tutje, është mundësia mjaft e mirë në lidhje me takimet dhe bisedimet e punës, por gjithashtu është koha që do të keni mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur për të arritur qëllimin tuaj, sepse tani është momenti mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, për nga ana juaj, sepse forcimi dhe ndryshimi, mundësia dhe koha e rëndësisë së veçantë që do të keni, i keni gjitha mundësitë për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për bërë zgjedhjen e duhur në fushën e dashurisë së munguar, sidomos një njohje, ktheni lidhje serioze ose të hapni pak rrethin familjar, se ka për t'ia vlejtur, bricapët e kanë një mundësi të tillë dhe mund të arrisin qëllimit të tyre. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e 10 vitit të parë, me binjak të 10 vitit të është perfektja dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se dinë shumë mirë çfarë do të bëjnë dhe ku do shkojnë tani atutje. Keni një kohë shumë të përshtatshme për sa përket anës ekonomike, për sa përket zhvillimeve, ndryshimeve të një pasqyrë që do të keni, një mundësi mjaft e mirë, po është e mundur sepse me kalimin e kohës disa gjëra mund mos jenë aty ku duhet, por është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese në atë që bëhet, dhe kjo periudhë është e juaj dhe ju përket juve. Një mundësi që është një mundësi shumë e mirë me persona të ndryshëm që do të bashkëpunoni, ujorët e kanë mundësinë e bashkëpunimit edhe gjërave të tjera, është koha juaj. Në çështje shpirtërore, ujorët e dashur, nëse keni pasur problemi ndarje, duket se kjo ditë i bashkon, është një mjaft e mirë dhe shumë pozitive për nisma të reja dhe kohën që ata kërkojnë ose dëshirojnë në fushën e ekonomisë. Por gjithashtu, në fushën e dashurisë, me dëm dhe me akrep është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshqit dashur, duket se kjo ditë e premte
ka një kuptim shumë të rëndësishëm dhe të fuqishëm për sa i përket ekonomisë, për sa i përket mundësive dhe periudhës që ndodhin fenomenet ku nga njëra anë ndihmon, nga njëra anë jep mundësi, jep atë verdiktin final për sa i përket ekonomisë dhe gjërave të tjera që do të keni, jo vetëm kaq, por ka të bëjnë dhe me disa çështje ekonomike, financiare, ku do t'i zgjidhni për sa i përket shanseve të mëdha që ju keni dhe një mundësi mjaft e mirë që keni tani tuti. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, ujortë dhe diçit tretë është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 5 qershor 2026. Para se të ndajmë bashkë, më një kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detyruar, atëherë duke klikuar në www.astro.al, faqja roz shkoni atje. Atje duke vlerë paketën tuaj, shkoni tek sekretaria, dërgoni një email dhe flasim bashkë nëpërmjet WhatsApp-it. Por juve që doni që në kohë që jemi drejt për drejt me juve, e doni dërgoni mesazh, kemi këtë butonin tok. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve. Nga unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.